dhe 400 të tjera të nisura nga bëret, 170 MW bateri, 190 MW shtesë në ngrohje qendrore në Prishtinë. Po, nuk e di nëse jenë me energji apo do të flasim, do të shkojmë tutje dhe gasifikimin, se me që në rast se do të kaloni në tema të tjera, shpresoj që jo se besoj që kemi ende energji, ai 1 miliard që importi që përmendet për ndryshe është gabim, është shumë gabim. Është një e pavërtet që është thënë në mënyrë pak në 10 tema dhe pastaj kur të përgjigjem me thonë jo tash mos u përgjigj në ato, ki mu përgjigj në krejt. Për këto se për 6 vjet jem të i folë. Nuk e di ku je nis me atë dorë akoma po mendoj që vetë. Po sido që të jetë, të lutem për pak qetësi edhe mirësjellje. Po absolutisht, po kur s'u përgjigjesh o kanë drejt në pyetje. Po 1 miliardin që u thon për 5 vite ose është thënë 259 milionë për vitin 2025 dhe kjo është përsëritur jashtëzakonisht shumë dhe është me interes për publikun që ta tregoj sepse e kam thënë në kuvend mirë, po nuk besoj që ka të përtuar mjaftueshëm që për shembull ju s'pedeshit. Është një farë figure shumë e bukur në institutit GAP që i tregon importin dhe eksportin. Edhe në fakt, edhe zakonisht kësaj shifre i referoheni edhe shifra analoge për vitet e kaluara. Këtu është 259 milion energji elektrike importi për vitin 2025, mirë po e ka energjisë elektrike të raportuara nga dogana mund të përmbajnë energjinë e cila